Imagjinoj me bo kloqt 1-5, po pri telefonit. Po, një lajm shumë i mirë për neve, konteri tash mundet më ardhë në telefon shumë shpejt. Pas shumë dekadave si loja ma ikonike në PC, Valve më në fund po teston versionin CS2 Mobile. Ata e në të e testu me një mënyrë sekrete në Azi, ku është tregu ma i madh për lojrat mobile në botë. Leaks po tregojnë që studio që po ndihmon Valven është një partner nga Turqia edhe Kina. Jon bo bashk që loja mu kon krejt e njëjtë. Me pas fizikën e njëjtë, smokesat e njëjtë, edhe krejt skinat e njëjtë si në PC. Në testet e para, performanca në pajisje të forta është e jashtëzakonshme. FPS stabil 120 edhe gameplay shumë afër origjinalit që është në PC. Nëse lancohet zyrtarisht, kjo mundet me përmbys këtë tregun. Mi marrë këtë lojtarët e PUBG Mobile, se e sjell një nivel shumë kompetitiv edhe e me dosta ton kohën. Tash, kena e pos konterin gjep. E komuniteti po pret që Valve ko me shpall versionin closed beta para fundit 2025. E nëse kjo ndodh, s'ka më justifikime. Edhe në autobus, edhe në pushim, edhe në krevet. Rush B. E ti kallëzëm, a kështë pas qef me lyt me dosta konter në telefon, edhe më saro me komentu, me bo follower ban e fan këtë platformat, po ashtu subscribe në YouTube.